Aty e takoj një djalë të moshën 16 vjeçare të Dera. Ky është Enver Haratinaj, data 7 prill vitit 98. Unë me disa kushëri të mitë. Osman Lokën edhe Fatas Lokën, shkojmë në Lloxhan për mu bashkangjitë si ushtarët të parë të fshatit Slop. Aty e takoj një djalë të moshën 16 vjeçare të Dera. Ky është Enver Haratinaj, edhe i paraqitem, i filone edhe vim për këtë arsye. Ai na thotë se duhet me prit pak, thotë se komandanti Smajli, atë na nuk e njeshim si Ramosh, na vonë e morëm vesh. Edhe mund kujtohet e ditë që kishte ndodhur një plagesë e një ushtarit, Lecit, Blerim Bajramaj, edhe ndërkohë mas një ore vjen Ramoshi, Smajli në atë kohë, edhe në mirëpret në mënyrën më të mirë. Edhe gjatë atij fjalimit që na dha modest, me fjalë shumë të mëdha, tha, ju falimderit që keni gjetë vullnetin edhe keni ardha, po e mirë as mirës është me shku, tha, dhe mi mbledh djemë që i dini që janë, që mundi me folë me ta edhe me ardhë me shumë për armatim. Na u kthym me 7 prill si stash, edhe kur vim fshat, filloi një farë euforie të çdo njoni vetëm me dalë me marrë armë. Aty jo një, po edhe ka 2 familjarë, 2 vllazën për një shtëpie u bashkangjitëm edhe u bëm. Diku afër 30 vete edhe shkojmë për fshatit Slop në 2 grupe. Grupi i parë nisën me Tahir Mazrekën se dëshmor, kurse na nisëm me kushërit. Aty na çon sot është edhe ai heroi i Kosovës, Shaban Mazrekaj, një ndër celulat e para që është divizionit Vofshi që ka bërë rrugtimet Shqipëri-Kosovë, edhe në bazë të informacioneve që na ma vonë i morëm vesh që i ka përcjell edhe grupet si Ademi Ashari në Salicekin, ata që kanë ardhur në regjion tonë. Na dërgon në Shqipëri edhe shkojmë te shtëpia e Sulejmo Berishës. Aty është një numër me qindra ushtar, ose djemë 3 që ishin shku për vullnetin me marrë një armë. Ishte edhe një farë propagande, thuj atë që i shapë në popull që me do mos çdo njoni me marrë një armë, po a ditë efekasitetin që si do t'jetë matutje.